Mirëdita të gjithëve, mirë se keni ardhur. Në emër të Institutit të Antropologjisë, dëshiroj t'ju falenderoj për pjesëmarrjen në prezantimin e disa prej botimeve të këtij instituti dhe jam shumë e nderuar që do të moderoj sot prezantimin e vëllimit antologjik me shkrimet e Albert Paparistos në fillesat e muzikologjisë shqiptare. Do doja ta nisja në fakt me një rrëfim pak personal, që gjithsesi rrëfen edhe historinë e këtij botimi. Ka qenë diku rreth fundit të viteve 2000, gjendem në hallin e Universitetit të Arteve, shoh profesorin tim të muzikologjisë, Fatmir Hysin, në krah të një buri me flokë të bardha dhe me një beret. Shkoj t'i përshëndes, I jap dorën zotërisë dhe profesor Fatmiri më drejtohet, më thot, e di kush është ky zotëri? Ngrita supet i thash, jo, nuk e di. Ky është Albert Paparisto. Me thënë drejtën në atë moment kam ngrir, sepse ishte njeriu për cilin kisha dëgjuar shumë nga i madh së pari që ishte profesor, nga profesor Fatmiri, nga profesor Liriana, që e kemi këtu dhe që në mënyrë të vazhdueshme e referonin si, jo vetëm si profesor, por edhe si njeri. Dhe në momentin që u gjenda përpara, me thënë drejtën u shastisa, sepse do doja t'i thoja 1001 gjëra, por situata dhe konteksti nuk ishte I mundur. Dhe ai sikur e kapi një gjë të tillë dhe duke buzëqeshur më thot, shiko, thot, se unë në fakt nuk është se doja të studionja teoretik, po ajo më ratha në atë periudhë, tha, doja të studioja diçka tjetër që nëse nuk gaboj kishte të bënte me shkencat eksakte, po. Por tha, ja që më dhana të drejtë studimi, tha, dhe mendoj se e kam bërë mirë, tha. Nuk e di, tha, nëse e kam bërë dikush tjetër, tha, që e kishte pasion, tha, mund ta kishte bërë më mirë se mua, tha, ndoshta, por unë kam bërë më të mirën të mundshme. Dhe me kaq u mbyll kjo bisedë që si thuaç për anën time ngeli e paplotësuar, ishte I pari dhe I fundmi takim I imi me të, dhe rreth 10 vjet më vonë, ndoshta, Edi vjen dhe më propozon një botim I cili të përmlidhte shkrimet e profesor Albert Paparistos, të cilat në fakt ishin të shpërndarë në periodikun shqiptar dhe që do të ishte një mundësi shumë e mirë për gjithë ata që studionin muzikologjinë që t'i kishin si pikë referimi. Dhe padyshim e mirë prita dhe ja u propozova kolegëve të mi, të cilët në atë periudhë sapo kishin shtrirë platformën e një projekti të titulluar Studiues dhe Studime, drejtuar nga Nebi Bardhoshi, I cili fokusohej pikërisht tek risjellja e studiuesve të mirënjohur me ribotimeve, pra por dhe me botime materialesh arkivore. Sigurisht fokusi ishte pjesa e etnografisë dhe etnologjisë, por për hir të vërtetës gjithë kolegët e mirëpritën këtë ide, pavarësisht se si thua në dukje muzikologjia mund të ishte pak larg, por në fakt si unë si Edi, në fakt jemi diplomuar për muzikologji, kështu që pastaj rrethanat e kanë sjellë që ne ta zgjerojmë dhe të profilizohemi në situata të tjera, por mendoj që jemi edukuar me klasikët, si do të thoshin filologët në një farë mënyre. Kështu që unë jam e lumtur edhe krenare që sot ne kemi një botim për Albert Papariston, I realizuar, si thash, në kuadër të kolanës Studiues dhe Studime nga Instituti I Antropologjisë, pavarësisht se mungon në kopertinë, dhe do doja të thoja diçka vetëm shkurtimisht përpara se t'ia lija fjalën Edit. Kemi një përveç mbledhjes së materialeve, Edi ka bërë dhe një parathënie shumë të mirë, të përveçme, do thoja, në të cilën ai gjurmon jo thjesht punën po themi shkruese të profesor Albertit, por edhe gjithë atë itinerarin e tij si një ndër themeluesit e institutit
e Konservatorit dhe Institutit të Lartë të Arteve, profesori Shiliriana, nëse bëj ndonjë gabim të lutem më korrigjo, se ndoshta dhe nuk i kam të sakta të dhënat, dhe autorin e programit të studimit që atëherë quhej teoritik, dhe që pas viteve 90, siç e përcakton Edi, u cilësua si muzikologji. Kështu që për të gjithë lexuesit, përveç po themi njohjes me aspektin krijues të Paparistos, këtu në këtë parathënie relativisht zgjeruar dhe sistematike do të gjeni dhe një mikro histori të kontributit të jashtëzakonshëm dhe përjashtimor do ta quaja unë të Paparistos në raport edhe me institucionalizimin e muzikës dhe edukimit muzikologjik në Shqipëri. Kështu që unë e falenderoj Edin që më ftoi ta bëja këtë prezantim dhe pa u zgjatur do t'i lija ati fjalën për detajet. Mikaela, faleminderit. Do përpiqem të jem koncis. Po filloj me falenderimet. I falenderoj ju në radhë parë që jeni këtu, që keni ardhur në marrë pjesë tek këtë promovim. Së dyti, duhet falenderoj Komisionin e Artit dhe profesor Vasën specifikisht sepse ka qenë një nga nismëtarët parë për ta organizuar këtë promovim të këtij libri dhe mund të them se edhe VMC madje e ka kthyer këtë sallë të nderuar në një nga ambientet më mikpritëse për prezantimin e punës së gjithë studiosëve muzikologë shqiptar në VMC për disa kohësh. Falenderimi i tretë dhe stacioni kryesor i takon institutit. Mikaela i tha disa nga specifikat se si le themi erdhi rruga deri tek botimi i librit. Unë mund të them se kam pas privilegje me punu disa vite në institut dhe kujtoj me kënaqësi sinergjinë e studimore që kishin gjithë departamentet atje dhe me akse studimore si moderniteti, socializmi, sistemi totalitar dhe kushti totalitar në tanësi, apo dhe historia dhe shqyrtimi kritik i disciplinave përkatëse që ne kishim atje, etnologjia, folklori, etnomuzikologjia, dhe puna që ne banim atje secili dhe diskutimet që kemi pas kanë qenë një shtys shumë e mirë për mua atë kohë dhe një mas jo të vogël atë janë të pasqyruar dhe të ekuilibër. Të transferuar tek muzikologjia specifikisht, por ama ka qenë një ambient që e ka nxit shumë, le të themi, shtymin e këtij projekti. Së dyti, pjesën që ka bënë me aspektin studios dhe studime, pra si projekt kur lindi libri, Mikaela nënvizoi se si erdhi si shtys, du të them vetëm diçka, tek hyri që unë kam prezantuar aty, e cila është konceptues një lloj parashtrimit, le të themi kështu, dy planësh, edhe trajektorën e vet profesor Albertit, por ama edhe trajektorën e vet muzikologjisë shqiptare ndërkohë, sepse mund të themi që ata janë pothuajse sinonime të paktën për një pjesëmirë të kësaj periudhe që ne flasim, pra periudhës deri në vitet 1990. Jam mundu të arsyetoj dhe argumentoj një konstatim që e kanë bërë disa studios të kohës, duke nënvizuar se si etnomuzikologjia ose folklori muzikor si shuhen atë kohë ka pas një lloj prurje më të madhe dhe më sistematike se sa muzikologjia në produktivitetin shkencor, po themi. Dhe unë aty një nga, le themi, elementet që kam gjetur është ideja se muzikologjia në tanësi gjatë kësaj kohe ka pas, le themi, strukturalisht një pozicion më të dobët se sa etnomuzikologjia, ose mund ta themi me fjalë tjera, një institucionalizim më të pakët. Pra, më pak organe shtyp të dedikuar specifikisht asaj, më praktikisht asnjë institut të mirëfillt dedikuar për studime elemente tjera si këto, dhe marr spuntën për të nisë nga pjesa e fundit në projekt dhe për të nënvizuar se si le të themi edhe nga një herë edhe vullneti mirë, po edhe vizioni, nisem nga rasti se si Departamenti i Etnologjisë në këtë rast ishte, le të themi edhe në thojza nismëtari i projektit me gjithë largësinë e disiplinës, ata pranuan që ta bëjnë pjesë librin dhe ta çojnë përpara, të japin jetë, dhe në këtë kuptim është ideja se vizionet dhe vullneti pozitiv nga njëherë kanë mundësi me ka përcjell edhe mangësitë të caktuara strukturore, po ta themi kështu, në raport me punën kryesore një drejtim. Kështu që në këtë aspekt edhe një falënderim tjetër për atë hapësinë që e mundsoi lidhjen e këtij libri. Streti, du të them se profesor Alberti ka gjithë ato cilësi që i përmendi Mikaela, edhe nuk du të përsëris aty.
por e ka pas një natyrë, unë nuk e kam njoft personalisht, por nga komunikimi që kam pas, ka pas një natyrë të tërhequr, gjatë që edhe konstatohet në fakt në publikun shqiptar në tënësi, por e çuditshme është edhe nga pikpamja e të tjerëve, edhe i studentëve apo të njohënve të cilët në mënyrë pas një përshtim kanë gëzuar respekt shumë thellë për të, nuk kanë shkruar shumë për të. Pra nuk ka shumë materiale të shkruar për nga pikpamja biografike apo elemente të tjera për të. Dhe në këtë kuptim, rruga vetme që unë kam pas për të kriju një imazh pak më të plotë të personit në tënësinë vet ka qenë duke kontaktu njerëz ish të njoft, pra ish student, më vonë kolega, apo të njoft në të tjerë në rrethana të ndryshme të jetës së profesorit. Dhe në këtë kuptim është ideja që ky punim ka dhe një shkallë caktuar me punë etnografike, po ta themi kështu, domethënë duke qëmtuar përvojë të jetuara, dëshmi të caktuara nga profesorët nga jeta e tij, si një mënyrë për të kenë gjendje për të krijuar edhe unë vetë në radhë parë në kokën time një imazh më të plotë të karakterit dhe të personit në thelb, për te aty në që më thoshin, që mu më thonin tekstet e tija të shkruar në atë kohë. 2-3 gjëra do përpiqem të mos zgjatem shumë raport me librin. Mënyra se si libri erdhi deri shtypit, Mikaela e parashtroi, por ajo që më ka çuar tek figura e profesor Alberti në fakt ka qenë një ngjarje krejt rastësore, domethënë. Në një kontekst muzikantësh, një bisedë krejt informale, unë dëgjova diskutimin mbi ngjarjen që pak a shumë jashtënjoi jetën e tij nga 1966 dhe mbrapa, fakti se si regjimi i kohës e vuni para një pozite që ose të hiqte dorë nga njeriu që kishte zgjedhur për të çuar jetën me të, ose për ndryshim do të merrte një dënim të caktuar dhe qysh herën e parë që e kam dëgjuar këtë bisedë, më shngulit respekti për karakterin dhe për dinjitetin e personit që në atë kohë, kur pak kush e kishte ky dinjitet, ai zgjodhi bën një reagim që unë do ta quaj jo vetëm dinjitos, po madje edhe stoik ndoshta në kuptimin. Dhe nga ky moment, përveç respektit, mos zgjodhi kurreshtje për personin dhe E di vetëm një gjë, domethënë për ta specifikuar, ishte drejtor për personat që nuk e din, ishte drejtori i teatrit të operas dhe ju kërkua që të divorcohej nga gruaja e tij për shkak të njollave të sene njollave të biografisë, sepse ishte bashku me një armik i klasës, po ta themi kështu. Dhe po themi mikrobin, nëse mund ta quaj kështu, domethënë i këtij librit, në fakt është në këtë natyrë krejt informale dhe krejt rastësore që unë pata rast atje. Procesi i mbledhjes materialit ka qenë relativisht i gjatë, nuk lidhet vetëm me kohën, po themi të 2-3 viteve të fundit të punës time në institut, por ka qenë një proces relativisht kështu shpeshherë edhe rastësor, në kuptimin që kërkimet jo gjithmonë bibliografike jo gjithmonë të pradhojnë. Po themi artikujt caktuar i kam gjetur edhe krejt rastisht duke kërkuar ndoshta edhe çështje të tjera, sepse një numër i këtyre materialeve që un kam paraqitur këtu nuk ekzistojnë as nëpër skedarët bibliografik. Që ka shtyp dikur biblioteka kombëtare, dhe që mund të jetë një mekanizëm i parë kërkimit apo krehjet, po themi, plus që një numër nga shkrimet që paraqiten këtu në fakt nuk janë edhe debatuar më përpara. Janë materiale daktilografuar apo elemente të tjera të cilat janë marrë në kuadrin e shumë aktiviteteve në atë kohë gjysmë formale, nëse mund të quaj kështu, që muzikologët zhvillonin në kuptimin e diskutimeve, tryezave të rrumullakta në kuadrin e institutit të asaj kohe, pra në kuptimin e saj, dhe disa nga ato kanë vlerë në absolute, jo vetëm dokumentore, por edhe shkencore, por nuk janë botuar. Po themi dhe në këtë kuptim janë bërë pjesë e këtij shkrimi. Një nga aspektet që mund ja vlen për ta analizuar këtu është ideja se profesori ka pas një jetë të gjatë, po themi si muzikolog, por në thelb e gjithë veprimtarit e tij shkrimore lidhet vetëm gjatë periudhës socialiste, nëse mund ta themi kështu. Gjithçka që ai ka shkruar mas ndryshimit të sistemit, ato pak shkrime që janë prapë janë shkrime natyrë retrospektive. Pra mund të themi që e gjithë aktiviteti i tij përket kësaj periudhe. Në këtë kuptim është ideja që këto materiale kanë një vlerë të çmuar si dokumente në radhë parë për historinë e muzikës të kësaj kohe, duke i lexuar këto materiale në mënyrë kronologjike një mas një siç janë sistemuar në libër, në fakt njeriu ka mundësi me pa se si formsohet dal nga dal hap mas hapit muzika shqiptare, se si reagohet për veprën e parë, për veprën e dytë, se si, po them, një problematik këtu rregullohet nga një vepër tjetër dhe si pra një kuptim merr formë dal nga dal vetë historia e muzikës shqiptare e cila në këtë kohë po themelohet.
Në këtë kuptim ata kanë një vlerë dokumentare shumë të rëndësishme. Materiali ka po kështu një vlerë të rëndësishme si një proces dhe cilën unë prej ka parë që edhe e kam menduar një mënyrë të tillë si një proces i drejt një lloj, po themi kështu, studimit sistematik, i cili kuptohet që do të vinë në vimësi le të themi historinë e muzikologjisë në Shqipëri. Pra si një shqyrtim nesër i thellum dhe më i zgjerum mbi produktin muzikologjik dhe të kritikës muzikore shqiptare në tënësi. Në radhë parë në periudhën socialiste, por më vonë ndoshta edhe më gjatë se sa kaq. Kuptohet kjo duhet shtrihet për të thjesht profesor Paparisë dhe në të tjerë, por ama ky besoj ka qenë pika e domosdoshme e fillimit si autor pikë referuese dhe si themelues. Tek hyrja unë kam nënvizuar në disa aspekte se si profesor Paparisto ka disa paralelizma shumë interesante me Boris Asafjevin e muzikologjisë ruse, në kuptimin si themelues, si formatues i profilit, i pastaj paradigmës kërkimore, po ta themi në kuptimin e përgjithshëm, por edhe me natyrën organizative dhe me faktin se si gjatë gjithë jetës vetë që figurë, le të themi kështu, pikë referimit e gjithë zhvillimeve muzikologjike të kohës, edhe kur nuk ishte ndoshta autor i parë, gjithsesi ishte figura bërthama në cilën vendoste platforma dhe organizonte punën e tjerë. Tek hyrja aty, unë kam disa episode dhe nga Zyshir Gjana në këtë rast, më thanë cilat mi ka referuar në të drejtë si kujtime personale, në të cilat shpjegohet qartë se si edhe ai mos i kishte marrë dënimin e parë, po themi duke u thojse internuar në Shkodër, kur kthehet mas 5 vitesh në Tiranë, prapë nuk ka ndoshta pozitën e drejtorëve të tjerë më radh, por ka gjithë hijen dhe autoritetin e figurës absolute të muzikës shqiptare dhe të muzikologjisë shqiptare dhe në këtë dhe me gjithë po themi atë goditje që kishte marrë edhe personat po themi që ishin në drejtim gjithsesi ja gjithmonë ja merrnin mendimin dhe i jepnin vendin e duhur mendimit dhe opinionit të tij në kuptimin e në çdo proces të vendimarrjes për këto problematika në tanësinë e vet. Ideja është aty që përtej kësaj pjesë në raport për të rikthy pak shkrimeve, nganjëherë në qarqe të caktuara kanë qarkulluar opinionet sikur profesor Alberti ka shkruar pak nga pikpamja sasiore. Ndoshta po të marrim një parametër thjesht krahasues, mund të kenë autor që mund të kenë shkruar numerikisht në gjama shumë, por problemi që kemi këtu përpara na tregon se nuk ka shkruar aq pak sa është menduar nganjëherë në kuptimin e saj. Thjesht ndoshta nuk është tregu, sa themi kështu, aq i kujdesshëm, po themi që punën e vet për ta promovuar, për ta nxjerrë pa dhe për t'i dhënë, le të themi kuptimin e saj atë sot themi vizibilitetin e duhur në kuptimin e përgjithshëm. Disa nga aspektet që unë do kisha nënvizuar këtu të tjera në raport me shkrimet ka bërë me faktin se një pjesë e mirë e këtyre materiale janë materiale jo ngushësisht muzikologjike, në kuptim që nuk janë shkrime artikuj studimore apo kumtesash me tyreza shkencore të tjera, po janë shkrime në periodikun e kohës. Por duhet kemi parasysh se sidomos disa gazeta si Drita apo të tjera, të cilat ishin organe të lidhjes shkrimtarëve dhe të artistëve, artikuj që delën aty nuk ishin gjithmonë aq, po ta themi kështu, divulgativ dhe pas substancë, po them, por kishin elementin e vet tyre, sidomos mandin varësi dhe të temperamentit dhe të kërkesës që kishte vetë autori përkatës, nganjëherë kanë një përmbajtje substancë caktuar, qëndrueshme shkencore në kuptim, pra ke substancë që merr nga ato materiale dhe në këtë rast mund të them se nga ajo që unë kam prezantuar këtë libër këtu, shoh se pjesa dërmuese e shkrimeve të profesorit, edhe kur nuk janë artikuj shkencor në kuptimin e organeve të specializuar shkencore, gjithsesi kanë gjithmonë substancë caktuar me kritike. Pra në kuptimin kanë gjithmonë diçka nga e cila ti mund vjelesh nga ato. Pra merr një gjykim, merr një vlerësim, merr një ide, po themi konkrete me një problematikë caktuar që është dhe një nga ish nxënësit e tij pra të muzikologjisë ma pat formuluar një mënyrë shumë të bukur që profesor Alberti shkruante vetëm kur kishte diçka për të thënë. Pra nuk është personi i cili shkruante thjesht për të qenë pranishëm në shtyp. Jo, është njeriu që i ndiqte me le të themi kështu kujdesin më të madh çdo zhvillim artistik muzikor të kohës, por ama shkruante vetëm kur mendonte se kishte akumuluar diçka për një problematikë caktuar dhe për ta thënë atë. Ka shumë material, ka shumë shkrime të cilat janë ndoshta recenza qoftë edhe për një vepër, por në asnjë rast ata nuk janë recenza në kuptimin që thjesht marrin spuntën nga një vepër
e izoluar artistike. Gjithmonë ato lidh një mënyrë apo tjetër me procese apo me fenomene të tjera dinamike në të cilat kalon muzika shqiptare në Tanzania dhe në këtë kuptim ka një vlerë shumë të rëndësishme. Nuk du të zgjatem shumë, du të them edhe dy gjëra të fundit, shpresoj që jemi i përmbledhur. Du të rrëfej një aspekt personal gjatë procesit të përpylimit librit, një moment saktum kam përjetu një element ngurrimit. Pse? Domosdo, pra aq kohë sa ishin shkrimet dhe materiale që paraqiteshin në shtypin e kohës, ato nuk mund ta shmangnin në një shkallë caktuar të retorikës, formulave, topos apo elementeve të tjera, aty bllokut po themi të citateve detyrueshme të kohës nga po themi udhëheqësi apo nga klasikët e tjera apo nga problemet e tjera dhe ka pikpamjen e shmërisë së sotme, vërtet që aty, do të thënë, ka aspekte të caktuara që tingëllojnë një lloj zhargonit i kohës, po themi, dhe të cilat po themi atë lexuesin Buzz Hall mund ta bëjë momentin e parë me pas një lloj ngurrimit. Dhe mirë po, në një shqyrtim të kujdesshëm dhe duke i lexuar her mas here këto materiale të cilat unë kam pas mundësi të mbledh, kam rritur në konkluzion në kuptimin që vërtet ato kanë këtë pjesë, po themi, të gjuhës, po themi, të kohës, të pashmangshme në absolute, por i kthem asaj që diskutuam më parë që ata kanë gjithmonë këtë substancën kritike, po them kuptim. Pra që edhe kur aty duket se ka një element të caktuar që mund duket një formulë apo një citim, diçka prapë ju e shikoni si mbrapa kësaj prapë ka një argument. Ka një argument që është profesional, ka një argument që është artistik, ka një argument që qëndron. Një aspekt madje ndoshta edhe sot në kuptimin e gjithë elementeve të çrrume që ne kemi. Në këtë kuptim mendoj se në fund të ditës ai ngurrim ndoshta është pjesë normale e çdo procesi të shkrimit të një libri të caktuar për një arsye për një tjetër, por mendoj se shkrimet e profesorit nuk e justifikojnë, po themi, idenë e të gjykuarit me barë dhe me zi që ne shpeshherë e gjejmë sot në sferat të caktuara të publikës shqiptare, sepse sot është shumë e thjeshtë që të hedhësh në kosh për një mizë gjithçka, për studiuesën sidomos është rëndësishme që materialin të lexojnë me ftofsi dhe me objektivitet, duke kontekstualizuar siç duhet në gjitha dimensionet e mundshme dhe për ta parë me nuancat e nevojshme atë si fenomen dhe për të parë cila është kontributi aty. Ka një tezë shumë interesante që në fakt e përcjell për muzikën në vetveti, sidomos për problemet që diskutoheshin në periudhën e luftës së ftohtë midis dy bllokeve, Perëndimit dhe Lindjes, quhet Karl Dahlhaus, është një autor i Republikës Federale Gjermane të asaj kohë, të një diskutim dhe një artikull të shumë interesant me marrëdhënie midis muzikës dhe politikës, hedh një tezë sipas cilës nuk është elementi politik ai që rrezikon elementin artistik, është elementi artistik ai që rrezikon elementin politik. Edhe në libër këtu në Himet unë e kam marrë këtë ide dhe këtë shtys duke argumentuar në raport me shkrimet e profesor Paparis, në kuptimin e asaj që prania e këtyre elemente zhargon, nëse mund ta them kështu, të ligjëratës socialiste, të cilët në parantezë ka dhe Artin Vebiu një libër shumë mirë për të, domethënë edhe në disa aspekte të caktuara kanë, le të themi kështu, rezonuar në raport me punën time, mund të shihet fare mirë, domethënë se mbështetja argumentative që profesori ka aty ndër tjera është për lexuesin që e shef me kujdes, është masë e mjaftueshme për ta bë irrelevant argumentin politik që është aty, pikërisht se ju e kuptoni që është thjesht detyrimi ose taksa, siç ka qenë Kadare, po them me saj e kohës, një sistem, një hapësinë që një muzikolog ish sovjetik, Izali Zemcovski, cilin gjithashtu e kam shfletuar për disa kohë për arsye të krahasimit të situatave, përkatëse e quhen si përvoja e mjetesës për studiuesit në raport me atë. E fundit për ta ndërtuar, duke ju kërkuar njes se mase ju vjen së prova dhe durimin, është ideja që do të vjen dukje se një aspekt librat janë si kanë jetën e tyre, po themi në kuptimin e saj, dhe si çdo proces jetësor ne përpiqemi që ndihmojmë ta orientojmë dhe ta drejtojmë një moment caktuar, por fatit kur nuk i dihet. Unë duhet të theksoj këtu se ky libër ka lindë rrethana më të mira të mundshme në ata që analizojmë më përpara. Shpresoj që edhe fatin vim si ta kenë të tillë dhe të kenë vim si punën e saj. Ju falenderoj. Shumë faleminderit Edi. Unë doja të shtoja edhe
2-3 gjëra të vogla, domethënë në lidhje sërish me profesor Albertin, që pak a shumë edhe tek libri jot vinë edhe si një lloj ftese, sepse nëse shumë studiues apo kompozitor dhe krijues të vendeve tani më ish socialiste e kishin këtë kontaktin me bibliografinë e asaj periudhe, qoftë edhe ajo lindore që është jashtëzakonisht sistematike në këtë drejtim, një nga mangësitë e studiuesve shqiptar ishte pikërisht edhe kjo. Dhe për shembull lidhja me Asafievin, me teorinë e famshme të intonacionit, është një nga gjërat më interesante dhe të pazbuluara dhe të pa eksploruara në këtë drejtim në raportin se si e ndërtuan nga ana teorike studimin e veprave muzikore. Ndërkohë që nga po themi përmbajtja e shkrimeve të profesor Albert Paparistos, që ti veti ke mbledhur, lexuesi ka mundësinë që të njihet edhe me një përmas specifike të skenës muzikore shqiptare, dhe uroj që një farë mënyre kjo të jetë edhe si një lloj këmbane për gjithë ato institucionet të muzikës, të interpretimit, flas Orkestra e Radio Televizionit Shqiptar, Teatri Operës Baletit, për të rikthyer në mënyrë edhe më sistematike interpretimin e veprave shqiptare të asaj periudhe, të cilat kanë nevojë për edhe për një lente të re performative, sepse e kanë këtë hapësirë dhe për një kohë shumë të gjatë kanë rënë pre e këtij lloji paragjykimi. Dhe sot dëgjuesi bashkohor e ka shumë të mangët komunikimin me këtë lloj tingulli, që për mua është thelbësor. Dhe atëre lidhen shumë mirë urat e atyre që kanë shkruar në atë periudhë, mënyrës se si këto vepra janë, ekzistojnë, tingëllojnë, qoftë edhe të lexuara nga dirigjentë dhe artistë, po themi të së sotmes, dhe asaj çka njerëzit dhe studiuesit e sotëm aktual do duan të shkruajnë dhe të studiojnë rreth tyre. Kështu që unë padyshim të falenderoj për këtë kontribut, edhe shpresoj që vërtet libri të vejë në duart e atyre që janë të interesuar dhe të gjejnë, po themi, përgjigje për pyetje, por të jenë në gjendje të ngrenë edhe pyetje të tjera për në vijim. Kështu që faleminderit Edi. Faleminderit ju faleminderit për mundësinë edhe profesor Vasos, dhe ju faleminderit ju gjithë jeni të pranishëm sot këtu. Merci. Ledi, dëshiroj të të ftoj. Po, më fal. Shumë shkurt, përgëzime për veprën. Vërtet, këto punët përgatitore të kësaj natyre tregojnë një lloj sjellje kalorësiake për të ngjashmit, për profesorët në këtë rast, për një koleg. Dhe kjo t'i shton vlera, dhe di që mund të kishe shpenzuar kohën për të marrë me krimtarin tënde, po gjithashtu kjo është pjesë e krimtarisë tënde, kështu që përgëzime. Unë librin e lexova, edhe është vërtet e çuditshme, siç e tha dhe Mikaela, që profesori hynte tek ata themeluesit e muzikës sonë, siç ishte Cezadea për kompozimin, apo në këtë rast profesor Berti për muzikologjinë, po e vërteta është që ai nuk la një vepër, le ta themi, themeluese të disiplinës, siç do të duhej që të ishte, për shembull, siç ndodh në raste të tilla. Shumë kompozitorët themelojnë me gjini, shkruajnë, muzikologët ndoshta do themelojnë me një vepër, nuk la gjëra të tilla. Unë kam patur rast, jo aq shumë ndoshta sa profesore Iliriana, që ka njohur që më herët, po që nga 83-shi derisa u nda nga jeta, kam qenë afër tij në mënyra të ndryshme dhe kam konstatuar që nuk e di ai do të donte për shkakun që t'ia përmbledhje veprën. Domethënë këtë e kam pasur në këtë. Këtë shqetësim unë ja kam konstatuar. Pse do ta them këtë fakt? Sepse para se të ikte në Amerikë, më ka takuar dhe më ka kërkuar që ti përcjellja me një parashtres krimtarinë e tij muzikore. Atë e kishte merak, sepse
ai nuk e kishte problem me gjithë ato njohje që kishte, student që e donin shumë, ndryshe në nga kompozitorët si çdo që i tradhtojnë para Rencit. Profesor Bertin e donin gjithë, ishte ashtu si e thatë ju vërtet i veçantë. Nuk vurare i shqetësim për këtë gjë. Ndërkohë që për krimtarinë e kishte, sepse ai themun gjithmonë mendim personal, themun ai ishte më shumë, e ndjente vetëm më shumë i kompozitor se sa një muzikolog, dhe praktikisht, po t'ja shikosh ato krijimet muzikore, i ka të përsosura, të vogla, të qëndisura. Dhe sigurisht e mirëpriti dhe atë çështjen e përcjelljes së krimtarisë së tij, dhe kjo ishte një vërtet një gjest i bukur, por kjo as pak nuk ja ul vlerën faktit që ai kishte mendimet e tija, sepse dihet që ai kaloi dhe një periudhë të vështirë, megjithëse ka qenë partizan, në një lloj kuptimi nga ata rinia idealiste e viteve 40, dhe ata që praktikisht e bën Shqipërinë, edhe pati ato goditjet e veta, dhe ai amortizonte me atë të qeshurën e tij që shkallmonte ato shkallët kur e dëgjonim në institut, por kjo vepër është vërtet shumë e rëndësishme, sepse na i solli profesorin pranë, dhe praktikisht edhe me nivelin tim të njohjes së asaj periudhe zbulova shumë gjëra interesante, ndërto për shembull edhe atë koncertin e pianistës famshme kubaneze në Shqipëri, që më pas ajo u bë fenomen botror për arsye që emigroi nga Kuba në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, pra një lloj azili politik, dhe mori shumë vëmendje si pianiste, por është e vërtetë dhe ajo që tha Mikaela, që kështu hapasapi po ndërtohet një lloj profili muzikologjik i jetës muzikore të Shqipërisë, sepse nuk mjafton vetëm të kemi monografi të mirë fillta, por edhe duhen dhe këto vepra të zgjedhura, të përmbledhura, që provojnë se jo vetëm kemi patur krimtari muzikore, interpretim muzikor, por kemi patur e personalitete të rëndësishme si profesor Roberto Aparisto, që e ka bërë artin e madh muzikologjisë edhe brenda artikujve të thjeshtë që ndoshta mund të ishin me synime popularizuese ose një natyrë tjetër. Kështu që urime edhe një herë, faleminderit. Faleminderit. Faleminderiteti. Do doja tani, ka një ndryshim të vogël të programit, për arsye objektive. Ervin Kaçiu nuk mund të jetë këtu për të prezantuar botimin e vet monografik, dhe në emër të institutit do të prezantojmë numrin e fundit të revistës Antropologji të vitit 2025, në cilësinë e kryeredaktores së këtij numri, të cilin e kemi realizuar në bashkëpunim me studiuesen gjuhëtaren Ledi Shamkur Shkreli, dhe janë aktet e konferencës Thirrë vendin tënd, që është pjesë e projektit, të cilin studiuesa Shkreli ka 2 vjet që e drejton mbi toponimet, dhe që, si thua, pas konferencës u realizua dhe botimi i akteve. Konferenca është mbajtur në 17 janar të vitit 2025, kurse botimi i revistës Antropologji është realizuar në nëntor të vitit 2025, pra është numri i fundit. Nuk e di, ndoshta do t'ishte udhës Ledi të na thoshe disa fjalë, sidomos të lidhura dhe me përmbajtjen, pastaj mund t'i shtoj edhe unë, po në fakt kumbara e kësaj pune je ti, kështu që nuk do t'ishte udhës t'isha vetëm unë këtu. Shumë se kam revistën para syve, po s'ka gjë, e kam në kujtesë të gjithën, se më shumë se sa e përpiluar është e përjetuar si pjesë e një projekti që së bashku me kolegen time tu me Rita Brusin drejtojmë prej 2 vjetësh, dhe me sa duket do ta vjojmë ta drejtojmë derisa të na kenë fuqi këmbët edhe zemra edhe mendja. Madje shpesh herë, meqense ky projekt më së shumti ka në shpirt ekspeditat,
e qëndrimit të mikrotoponimeve, emrave të vendeve në një kuptim më të gjerë, shumë më të gjerë se sa gjuhësor, formal. Unë shpesh meriten në ato kthimet tona nga shtigjet e malore, fushore, kënetore, gjithë shaka. Bëjmë shaka se themi ne dyja do vdesim detyrë. Me siguri do na sjellin kur të na vi ora e mbrame nga në ekspedit. Shakat më njëmë, kjo është përmbledhja e parë e, siç e tha dhe kolegja Mikaela Minga, është përmbledhja e parë e akteve e çeljes së kësaj pune, e cila nis me një pasion të vjetër, pastaj kulmohet me një shkrim në një projekti, prezantohet në Agjencinë Kombëtare të Kërkimit Shkencor dhe Inovacionit, nga Këshilli, shpallet lumturisht fituese, madje si projekt fitues, madje në projektet më të mira. Dhe më pas, para se të nisin ekspeditat, mbasi ishte shtruar metodologjia dhe kishte nisur puna për radhitjen, skanimin, digitalizimin dhe radhitjen e skedave që gjenden në arkivat tona, vendosëm të shpalonim këtë konferencë ku po du me dalë. Me këtë qasje krejt të re ndaj hapësirës, jo thjesht se ky vend quhet kështu, dhe hajde ta shpjegojmë kështu nga tavolina me një qasje thuajse mirëfilli formaliste ose etimologjike pse ky vend quhet kështu, por si bashkësia quhen thret vendet e veta, dhe si bashkësia e shenjon hapësirën si një kujtesë, jo thjesht gjuhësore, po dhe antropologjike dhe historike. Janë të rëndësishme shënimet e kujtesa e komuniteteve, janë shumë të rëndësishme për të marrë parasysh, jo se kanë vlerë mirëfilli shkencore, po themi të thatë, shpesh dhe mund mos ta kenë, shpesh dhe përballemi me ato që gjuhësia e quajnë një tema, do me thënë një shpjegim me një etimologji popullore, po themi të emërtimit të vendit, po sepse tek e fundit të gjithë e dim që kujtesa popullore rishkruhet vijimisht, dhe se në momentin që ti e humbet kujtesën etimologjike të atij vendi, ti si banor, si komunitar, je ke tagrin kryesor të ari shpjegosh, sepse ti në një farë mënyre, për ta thënë me terma pak vrazhdi, e pronari atij vendi, i gjithë kujtesës atij vendi. Dhe në këtë kuadër ne ndërmorëm këtë qasje të re ndaj vjeljes së kujtesës së hapësirës të emrave, të emrave të vendeve, dhe parashtruam këtë platformë 3, e cila u parashtrua në konferencën e 17 janarit, datë zgjedhur enkas, meqense datë zgjedhur enkas, meqense projekti ynë pilot themelor ishte Dibra, për një mirë arsye që nuk po i rreshtoj këtu, po ishte Dibra, dhe vjojmë ta kemi projektin ton pilot. Projekti ka të bëjë me gjithë Shqipërinë, po që po duam ta ezaurojmë në këtë fazë të parë metodologjike është Dibra, zgjodhëm enkas ditën e kalimit në amshim të atit ton toksor, Gjergj Kastriotit. Kështu që data ishte zgjedhur enkas, i kam më pas, puna vjoj, du t'ju them me gëzim që do dëgjoni lajme shumë të mira shumë shpejt, sepse me 25 qershor të këtij viti ne kemi konferencën e dytë, e cila nuk quhet më thirrje e vendin tënd, po ja po bëjmë një spoil të vogël, po zbulojmë si do thirret konferenca, dhe quhet Kur toka flet me emra, gjurmime antropologjike dhe gjuhësore. Titulli nuk është i yni, titullin e kemi marrë borx nga një shkëndi shumë e bukur që po bëhet, një bubulak akoma më i bukur, që ky projekt arriti mendes, ne në vijim të një tradite shumë të mirë të dikurshme, siç edhe sot u prezantua një traditë shumë e mirë dikurshme, ne vëmë re që dikur krah bri studiusve, gjutar, etnograf, etj. Ishin mësuesit, dhe ne dëshirojmë me një pjesë shumë e madhe e këtij skedari është nga mendja, dëshira dhe krahët e mësuesve të dikurshëm, të cilët janë ende sot me ne, por kemi edhe shumë mësues të ri, kështu që ne këtë projekt e prezantuam në shkolla, dhe çuditërisht për mua dhe fatmirësisht për ne të gjithë ndezi, dhe pjesë fituesi i konkursit kombëtar gjuhës shqipe këtë vit është pikërisht shkolla Selim Alliu në Dibër. Janë të vegjël nxënësit, janë klasa 9, po kanë bërë punë sa për 2 institute bashk, se kanë mësuese shumë të mira, të cilët kanë qenë pjesë e projektit tonë,
Dhe ata e kanë botuar madje një libër që titullohet pikërisht kështu, Kur toka flet me emra. Dhe me lejen e tyre dhe me dëshirën tonë kemi vendosur këtë konferencë ku ju ftojmë që tani të jeni të pranishëm, dhe një konferencë shumë e bukur. Është bëhet në datë 25 qershor, me sa duket do pasojë edhe një botim i aktë kësaj konference. Kështu që në këtë konferencë, në këtë botim që Mikaela u prezanton, revista e antropologji, ishte dëshira jonë. Edhe metodologjia jonë se ku po donim të arrinim, ndoshta për ta, po hajde le ta them pak me drojnë se po ma merrni për megalomani, le ta themelojmë të toponomastikën si disiplinë. Ka pas shumë përpjekje, ka pas shumë shina, jemi mundu të kuptojmë së bashku me kolegen time se cila nga këto rrugë sa ka dhënë dhe pse ka ngecë. Deri ku shkoj dhe pse ngeci. Dhe jemi mundu jo thjesht në rrafsh shqiptare, por në rrafsh europian, duke pas parasysh dhe përvojat të mira të Europës që sot po rimeret me mikrotoponimet e oralitetit, po rimeret fort. Unë kam kolegë të mi që pjesët cilave projektet atyre jam që po rimeret. Unë munduam të bëjmë një shartim dhe një ribashkim të gjitha metodave të përdorura deri tani për t'i dhënë qasjes dhe hapësirës një shteg sa gjuhësor, aq edhe antropologjik, po dhe historik, po dhe arkeologjik, sepse e dim që ai emër dëshmon shumë më tepër se sa gjuhësia vetë formaliste mundet të shpjegojë. Kështu që ndaj dhe do të gjeni në këtë revistë edhe qasje nga, jo vetëm qasjet gjuhësore, ose sociolingvistike, etnolingvistike, filologjike, etj., po do gjeni edhe qasje si të profesor Piro Thomos, për shembull, që ju ftoj ta lexoni, është një shkrim shumë i bukur në këtë revistë, që merret me, ai është restaurator, është marrë shumë objekte të kultit dhe ka një lidhje të pasgjithshme midis një objekti kulti dhe emrit vendit, se kemi shumë toponime që lidhen me, si u them, për shembull, Shti Shtufina, për shembull, është një till, ose Shnepremtja, së shkolli, Shëngjergji, e kështu me radhë. Pra ka bërë një lidhje se si nuk është objekti i shenjtë, po është vendi i shenjtëruar për objekte dhe përpasoj me një kujtesë popullore gati ritualistike, ky shndrohet në një toponim, ndoshta edhe një mikrotoponim. Një pjesë tjetër shumë e rëndësishme është sa i takon fitotoponimisë, pra se si mjedisi me bimët e veta, shkurë, drur, në darqe dhe më tulta ende arrin të bëhen jo vetëm toponime, por nganjëherë dhe shpeshherë edhe oikonime, sepse janë vendbanime. Pastaj kemi qasjen. Ky projekt ka përceu edhe matan kufive të Shqipërisë aktuale, po jo të bashkësisë tonë, sepse do gjeni dhe shkrimet e kolegëve Arbresh, nga Arbresh të Molizës, nga Mund Xhufunjo, nga Mund të Çilfonet, të cilët po me të njëjtin pasion dhe po me të njëjtin metodë bumrese kishin studiuar dhe toponomastikën atyre zonave, kështu që do ta gjeni dhe aty. Edhe është bukur shumë se si kroi thatë për ata është proi thatë për mua, edhe që kanë emnuar, më falni, hapësirën e vet me të njëjtën siç emnojnë bashkësitë. Do gjeni edhe studimet, do gjeni edhe se si çfarë përcaktuam për digitalizuar skedar, pa ka dhe puni me botimet të llojit mirëfilli teknik, sepse skedat ishin thjesht letra të pa sistemuara dhe në skedar të pa sistemuar që nuk dinim se çfarë do dilte, pra keni edhe aspektin teknik aty. Do gjeni shkrimet e natyrës thjesht fonetike, sepse ne deshëm me ngulm që të mos kishim thjesht formën zyrtare të toponimit, ajo është punë kadastre, nuk është punë për ne. Kadastra ta ketë si det formën e standardizuar të vetën, për ne e rëndësishme ishte si thirret vendi dhe si thirren banorët mes vedit, sepse shpeshherë emri me cilën thirret banorët na dëshmon dhe një fazë ende më të vjetër të toponimit. Prandaj edhe ky projekt quhet Thirrë vendin tënd, se në një farë mënyre folja që kemi përdorur më shpesh në pyetësorët tanë është si e thrisni këtë vend dhe si thirret ky vend dhe si thriteni mes vedit, po ka dashur të jetë edhe një lloj metafore midis asaj që ti mund ta ndjesh si thirrje ose le ta themi si vokacion, që shumë çka që duket sikur është harruar në fakt është aty. Edhe po e mbyll duke thënë që nuk ka pasion më të madh se ti qasësh hapësirës në multidisciplinaritet dhe thrasësh me vete krah teje historianin, arkeologun, etnografin, edhe ndoshta ky projekt mund të jetë nga gjërat më të bukura që
më falni, që mund të japim sepse është një sinergji e krejt albanologjisë marrës bashku. Edhe nëse kam lexuar ndonjëherë Çabein dhe kam thënë po pse se more edhe Zojsin me vete kur shkrove këtë tekst, edhe nëse kam lexuar ndonjëherë Zojsin dhe kam thënë po pse se more edhe Çabein me vete kur arsyetove për këtë pjesë, unë besoj se ora fatlume është që ne kemi mundësi të jemi të gjithë bashkë për secili me disiplinën e vet për t'i dhënë albanologjisë atë që ka. Nuk është thjesht gjuhë. Okej, ne mblidhemi les shqipes, por shqipja nuk është thjesht formë. Shqipja është e gjitha një shpirt që ka brenda gjithë shpirtrat që kanë qenë, që janë edhe që do të jenë. Kaq. Shumë faleminderit Ledi për këtë prezantim që është në të njëjtën kohë edhe emocionues sepse e njoh pasionin gjatë përgatitjes së revistës pata rast ta ndjej edhe më nga afër. Mua personalisht ma bëre punën shumë herë më të thjeshtë në këtë drejtim, por nga ana tjetër edhe pata rastin të mësoja jashtëzakonisht shumë në lidhje me një temë të cilën për hir të vërtetës nuk është se e kam pas lëvruar, domethënë, dhe një nga gjërat që konstatova ndërsa shikoja dhe lexoja shkrimet ishte pikërisht ky fakt që shpesh shkolla jonë, sidomos pjesa e muzikës, e ka pasur pak të kufizuar, si të thuash, ato orientimin dhe mbase disa gjëra mund t'i kishim mësuar pak më herët, ndoshta do të kishte qenë më mirë. Profesor Gëzimi më buzëqesh pak, të lutem, se je shumë serioz. Po më shikon me shumë seriozitet. Me shumë si me zemërat. Okej, në rregull. Ja, tani më mirë. Okej. Desha të thosha vetëm diçka për ta mbyllur. Revista Antropologji, që është reviste e Institutit Antropologjisë, qysh në vitin 2018 kur është themeluar, po themi, në gjurmët e kulturës popullore, ka pasur si synim pasqyrimin, botimin e akteve të ndryshme të konferencave që instituti ynë bën në fund të çdo viti dhe kështu kam përqenë edhe disa nga numrat e radhës. Në të njëjtën kohë është një platformë në të cilën po themi të gjithë ata studiues që janë të interesuar dhe si thua i përkasin edhe pak spektrit të antropologjisë janë të ftuar të sjellin kontributet e tyre. Është një revistë e cila është e vendosur online me akses të hapur. Tani sfundmi Akademia e Shkencave ka mundësuar edhe krijimin e faqes së dedikuar të secilës prej revistave, kështu që mund të aksesohet direkt atje. Në këtë rast më duhet të them edhe një notë personale. Viti 2025 ishte viti im i fundit në cilësinë e kryeredaktores së kësaj reviste, pra për rreth 7 vjet isha unë që e drejtoja këtë revistë dhe jam shumë e kënaqur dhe e lumtur që kolegët e mi ma besuan një gjë të tillë. Shpresoj që ta kem bërë në mënyrën e dur dhe prej 2026-ës do t'ja lë stafetën e drejtimit të revistës Olsi Lelajt, të cilit ju uroj suksese dhe shpresoj që si thash të kemi sa më shumë lexues të interesuar, po dhe autor të cilët t'i qasen revistës së Institutit Antropologjisë. Nuk e di si jemi me kohën, por ju falenderoj që ishit tek ky prezantim dhe shpresoj të vijojmë në prezantimet e radhës. Faleminderit.